Skënderbeu ka siguruar shërbimet e futbollistit të parë për sezonin e ri në Super League, edhe pse bëhet fjalë për një emër të njohur për bardhë dhe kuqt. Qendërmbrojtësi Korçar Kevi Mejdani ka mbyllur përfundimisht aventurën e tij te Kuksi dhe do t'i bashkohet skuadrës së drejtuar nga Julian Ahmataj. Talenti i 20 vjeçar kaloi sezonin e fundit në formë uazimi te Kuksi, ku zhvilloi 31 ndeshje duke fituar eksperiencë dhe minuta të rëndësishme në futbollin shqiptar. I dal nga Akademia e Skënderbeut, Mejdani konsiderohet si një nga lojtarët premtues të së ardhmes, ndërsa së fundmi ka marrë edhe një ftesë nga kombëtarja shqiptare U21. Rikthimi i tij në Korçë mund të konsiderohet si lëvizja e parë e merkatos veror për Skënderbeun, që po punon intensivisht për ndërtimin e skuadrës së sezonit të ri. Ndërkohë, drejtuesit dhe stafi teknik janë në pritje të konfirmimit të futbollistëve që do të vazhdojnë të jenë pjesë e ekipit, si dhe të afrimeve të tjera që pritet të zyrtarizohen në ditët vijuese. Trajneri Julian Ahmataj ka përpiluar tashmë listën e lojtarëve që dëshiron të ketë në dispozicion, por emrat vijojnë të mbahen të rezervuar deri me 22 qershor, datë kur Skënderbeu do të nisë zyrtarisht përgatitjet verore, e pritet që klubi të prezantojë dhe afrime të tjera për të kompletuar grupin që do të përfaqësojë Skënderbeun në elitën e futbollit shqiptar.